Të nderuar shikues, kemi ndjekur pra kështu edhe singlin e ri ose këngën e re të Agonit, të cilin e kemi sot në studion tonë për ta promovuar bashkë këtë këngë. Përshëndetje Agon, mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit që gjithmonë na nderon edhe të përgëzojmë edhe për projektin e fundit. Faleminderit që na kujtoni ndonjëherë. Faleminderit të përgëzojmë për projektin e fundit. Fillimisht çfarë ju inspiroi që të krijoni një single të ri, Turn It Up? Çfarë ju motivoi realisht në këtë projekt? Shif, motivimi ka ndonjëherë është edhe spontan kështu. Unë shkova në studio për një projekt tjetër, diçka nuk shkonte gjatë punës, u mërzita shpejt edhe thash, hajt nisi diçka tjetër, ndoshta ndonjë inspirim çashtu, edhe e bona muzikën, një motiv, si zakonisht çashtu punoj, pastaj e shkruajta një tekst, pastaj diçka freestyle, diçka incizova në moment, edhe është punë kreative, procesi, edhe të nesërmit e miksova për 2-3 ditë e kryta këngën. Ishtë procesi i shkurt shumë. Ka pasur ndonjë, le të themi, histori ky single paraprakisht për ta sjellë si projekt apo jo, ka qenë motivim është edhe inspirim momental, themi. Spontan. Çdo artist që bën muzikë për vete e përshkruan periudhën në cilën jeton për momentin. Edhe kohëve të fundit kom qenë kom dalë më shumë në për klube, am kupton, edhe jem shoqëru më shumë me kolegë DJ apo asi, edhe ndoshta kjo ka qenë ai inspirimi, motivimi i këngës. Ka qenë spontane, natyrshme, domethënë nuk ka pasur ndonjë planifikim paraprak se si do të jetë. Si zakonisht nuk bëj planifikime kur hi në studio, ato pjesët, copat e puzzle-s i ingjes për momentin, tu shku gjatë procesit, edhe kjo ishte e njëjtë, nuk ka pas ndonjë, edhe normal nuk du ta di çfarë do ndodhje pastaj, a më kupton? Du gjatë procesit ti lidhi punët, a më kupton? Edhe në fund dalin një befasi çfarë edhe unë se kum mendu. Si zakonisht ato punë janë më të mira. Spontane, të natyrshme. Megjithatë, keni testuar, le të themi, e keni testuar këtë single në ndonjë klub paraprakisht ose direkt në projekt? Po shqo, singli prej javës e të kalume e kom lishu, e kom dërguna për DJ, po tek mendoj të punoj në punën e marketingit, edhe besoj që do ketë një farë suksesi. Megjithatë, ke bashkëpunuar me dikë tjetër për ta realizuar këtë projekt ose vetëm? Deri shtash jo, për shkak se singlin e kom bo vetë, muzikën vetë, tekstin gjithashtu, mix master, unë kom studion time që punoj edhe me artist tjerë, do me thonë krimtaria është komplet e imja, dhe video njësoj folëm edhe ma heret, lyric video e bona vetë, edhe tash ndoshta presë ndonjë bashkëpunim me diko për video kështu, për video kështu. Për të realizuar klipin, apo si videoklip? Si të themi klipin. Do të pritet edhe videoklip që ti bësh këtij singli. Dhe sigurisht do ta promovojmë prapë bashkë. Megjithatë, si erdhi deri tek ky kombinim i kësaj dinamike ose le të themi ritmeve të tilla dinamike, si erdhi deri tek këto është bazë i fortë me ritme dinamike, nëse nuk jam gabim. Kënga është dinamike, ka një karakter të veçantë, është shumë energjike, është e shkurt, nuk është e bezdisshme, a më kupton. Edhe nuk është kështu normal si këngë tjera thush, refren, strof, refren, strof, pa zhvillim, është diçka çfarë dvozit, kështu është një trip çfarë ka kështu rrjedhshmëri, edhe mendoj se në fillim kur fillova e bëna këtë këto drumsat. Po. Pastaj mbas asaj zgjedha drumsat edhe pastaj një motiv tjetër me të muzikës. Edhe kështu dal ngadalë, më kupton. Tu e ndëgju, tu ndryshu diçka. Por ky zhëndër që mund të quhet zhandri juaj, si ka evaluar ndër vite? Ka pasur evaluim të këtij drejtimi? Kjo është një zhëndër që mu kështu e bëj
në gjumë, si dhe them, të më zhjesh për gjumi, unë këtë bëjë. Po. Nuk është diçka që kom punu në këtë aspekt, por është diçka që është naturale, që jem kreativ. Edhe si zakonisht vinë këshu pa ndonjë punë, pa ndonjë mund. Por me zhandre tjera, me ndonë të eksperimentosh në të ardhme? Po shqo, këngët që i kom, diskografin, i kom në shumë zhandre, nuk është veç ky. Po, kjo pjesa, pjesa industriale më shkon më shumë. A përndryshe janë kom edhe këngë që është me jazz, kom këngë tjera që është ma pop, ka këngë që është ma underground, boom bap, kom zhandre ndryshme. Eksperimentoni, pa. Po, gjithsesi. Megjithatë, shoqëria si e priti këtë projekt, s'ke pasur kritika ndoshta, apo vetëm fjalë të mira? Shiqo, kritikat, apo fjalë të mira, apo të këqija të muzika që e bëj nuk kanë asnjë ndikim hiç, se e bëj për vete e bëj në fillim. Megjithatë. Po. Pastaj për tjerët, a përndryshe e shpërndaj në për shok, dikush e kupton, dikush se kupton, dikush e don, dikush e xhelozon, dikush ajo është punë tjetër. Është individuale, shije individuale e njerëzve. Megjithatë, të flasim pak edhe për karrierën tënde, ne pak më herët edhe diskutuam bashkë. Kur keni filluar të merreni me muzikë, apo kur e keni kuptuar që ju do t'i takoni muzikës në të ardhmen? Ka pasur ndonjë moment kur e ka zbuluar dikush talentin tek ju, që ju jeni motivuar? Jem rrit në familje muzikantësh, ju e dini babin e kom muzikant, edhe mamin gjithashtu, edhe pianon e kom pa prej kur kom lind e kom pas pianon para syve. Në të njeritur një frymë të tillë. Po, edhe më herët kom qenë normal, kom dëgju muzikë shumë, mund të themi se ma pak kom dëgju hip-hop, atë që bëj se sa zhandre tjera. Po, çdoherë edhe shtash jam fan si muzikës, më dëgjoj muzikë, edhe mundohen çdoherë gjejnë ndonjë artist të ri ta ndëgjoj, kupton. Jo ta kopjoj, po thjesht ta mbaj frymën e krijimtarisë gjallë, kupton, mos. Po. Përveç që je rritur në një frymë muzikore, gjithashtu je edhe profesor i muzikës. Po, pianist jam përndryshe në profesion, po. Si janë raportet me nxënësit e juaj, me studentët e juaj, pra sa rini që t'i motivoni ata që ta duan muzikën? është lehtë, punohet, nxënësi ndëgjon edhe idolizon veç nëse mendon se je relevant. Nëse mendon se je i mirë në atë që e bën në profesion, ai automatikisht me të ke qasje të mirë. Nuk duhet as me të keq, marris as shumë me të mirë, po normal duhet të kesh një raport të hapur, edhe ta trajtojsh si i rritur, si një individ, normal që është. Agon, ke marrë edhe shumë çmime gjatë gjithë karrierës tënde, shumë të rëndësishme, madje edhe disa çmime ndërkombëtare. A mund të flasim pak edhe në pika shkurta për ato suksese? I kom pas disa çmime ndërkombëtare si dirigent, që kom dirigju korin. Një është në Graz, edhe një është në Linz. Një është Anton Bruckner festivalin, edhe tjetri është në Choir Olympics në duket. S'jam i sigurt si e kishta titullin festivali. Aty e kemi marrë çmimin e dytë, silver, kështu t'argjend, medalje t'argjend. Edhe çmimin e dytë njësoj në Anton Bruckner festivalin, me korin. Planifikon të marrish pjesë edhe në për festivale tjera në të ardhmen ndoshta? Ku marrë pjesë edhe si këngëtar, për shumë, kom qenë në Këngën Magjike më herët, e kemi pas një hit me Adrian Gaxhën, kemi qenë në Këngën Magjike, kom qenë edhe vetë në Këngën Magjike njësoj, në atë vit kur ishte edhe Dafina, Sting, një këngëtar, apo? Skillsat kanë qenë në atë kohë kur kanë qenë bashkë. Ky Castro Zizo ka qenë njësoj, që është një mik i imi edhe atë kom raportet mira me ta. Edhe ashtu kom qenë Top Channel njësoj, në Top Fest, ku marrë pjesë më herët. Shtash ka festivalet shumë, ndoshta
në të ardhmen. Përveç projektit e fundit që sapo e pam, sapo e ndoqëm edhe shikuesve uroj që ketë pëlqyer, ke në plan ndonjë projekt tjetër që të realizosh tash shpejt? Përveç klipit që duhet t'ja bësh. Disa single, e kom një tjetër që ishtë paraprakisht i kryum më heret, atë kom kry njësoj, ajo është këngë dashurie është, që nisën normale edhe mbaron në obsesion. Obsesion, edhe ajo është një këngë kështu e bukur. Dhe atë do të bësh në një bashkëpunim me dikë ose do ta... Jo, është vetë edhe ajo. Edhe ajo vetë. Ndoshta në talmen shpresoj ndonjë bashkëpunim kështu me estradën. Paraprakisht të presim klipin e këtij singli të cilin sapo e përmendëm. Unë kam edhe një pyetje për në fund. Emri artistik juaj është Agon Distortion. A mund të themi përse këtë emër, këtë mbiemër në fakt, se Agon Xhemaili edhe të njohin? Distortion ka më shumë të bëje me karakterin dhe soundin. Të cilin e... Po, si të themi, në nënshkrimi i soundit tim është i tillë, po. Edhe prandaj i e njohur me këtë emër artistik. Është me karakter dinamik, është shumë qështu, në qatë frymë është. Shumë e bukur. Agon, falenderoj shumë që ndave nga dita jute për t'jenë sot pjesë emisionit tonë, të përgëzojmë edhe njerë për klipin, edhe për këngën, edhe urojmë që të realizosh dhe klipin dhe të promovojmë bashkë. Falenderi shumë. Gjithashtu. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak.